shenja e Bricjavit do ta përjetojë pikërisht fare kësaj hëne të plot. Dhe ajo çfarë do të thotë pas kësaj hëne të plot do të jetë që më ngelen vetëm miqt e vërtet. Dhe kjo do ta fuqizojë vërtet shumë ata. Çdo marrëdhënie toksike që mund të ketë ekzistuar me shoqërinë e tyre, për ta do të zhduket pothuajse. Mbi të gjitha, ata vetë do të jenë shumë më perceptiv dhe gjitha ajo energji e humbur që kalonte atje tashmë do të fokusohet tek ana e tyre tek jeta e tyre personale. Dhe mbi të gjitha kjo do të përkthejë dhe një zhvillim vërtet shumë të madh në anën e tyre ekonomike, ku mund të kenë ngelur pak mbrapa gjatë gjithë kësaj periudhe. Mund të kemi ndarje nga disa miq, siç e përmendëm, një përzgjedhje shumë të madhe tek rrethit tyre shoqëror. Po ashtu mund të hapen edhe dyer për njerëz të rinj, shumë më pozitiv dhe të shëndetshëm për jetën e tyre. Këshilla për ta do të jetë: largohu nga gjithçka ose nga të gjithë ata që nuk përfaqësojnë më jetën të cilën do të jetosh.